Një numër i madh qytetarësh mbështetës të presidentit Aleksandar Vučić, pas ditën e së dielës, morën pjesë në marshime paqësorë në të gjithë Serbinë, nën moton qytetarët kundër bllokadave. Në më shumë se 200 qytete, sipas organizatorëve, po dërgohet një mesazh kundër dhunës dhe përçarjes së bllokadave, duke ju referuar këtu tubimeve të studentëve që vijojnë prej tragjedisë më 16 viktima në stacionin e trenit në Novi Sad. Qytetarët e mbledhur pretendohet se do t'i thonë edhe një herë qartë jo dhunës së bllokadave dhe përçarjes që ajo sjell. Vlerësohet se më shumë se 200.000 njerëz në të gjithë Serbinë do të marrin pjesë në këto marshime. Në Kragujevac dhe Novi Sad, një numër i madh qytetarësh janë mbledhur kundër bllokadave, sa kaq një marshim protest po mbahet në Beograd drejt ndërtesës së RTS-s në rrugën Takovska, me qëllim që t'i bëhet një kërkesë përbashkët shërbimit publik që të raportojë me vërtetësi gjithë përfshirjen dhe përgjegjësi mbi ngjarjet që shqetësojnë të gjithë qytetarët në Serbi. Të dielën në sallën e banketeve të Royal Regency Hotel, komuniteti shqiptaro-amerikan festoi 35 vjetorin e Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, ditëlindjen e 85 të ish kongresmenit me origjinë shqiptare Joseph Di Guardi dhe të 75 të bashkëshortes dhe bashkëpunëtores së tij Shirley Chloe Di Guardi. Në këtë ngjarje madhështore, mes të ftuarve të shumtë ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Aty u shënua edhe një moment mjaft i veçantë ku zonja Shirley Chloe Di Guardi në shenjë respekti i puthi dorën kryeministrit Kurti. E për botuesin e gazetës kombëtare Bota Sot, Xhevdet Mazrekaj, ky është një gjest i jashtëzakonshëm ndaj një të riu shqiptar, e që zakonisht rezervohet për mbretërit.